Me vështirë djali që më ka dalë që atje. Që sa kohë siguron? Valla që 2 vjetë. Inshallah kthehet mirë. A ka vinë zemra kur e përcjelle për jashtë? Bo, se ka shku një dinar me bo për familje me kanë. Mirë. Tregona pak, cila është gjëja më e bukur që ka ndodhur në jetë? Me e bukur. Sa s'ka but lumtën. Jo zi, me e bukur, ma mirë, ma s'ka qësh më konë me bukur, po jetoj mirë. Po thot që ke ka rëndësia? Po, mirë. A është parja gjithçka? Ha? A është parja gjithçka? Të bën të lumtur parja? Jo, parja së më bën lumtur, veç me jetu mirë, me familje, me burë, me këtë. A ki vajza djem? Po, 2 djemi kam. A i ki këtu a jashtë? Jo, një jashtë e kam, një këtu. A ka vinë zemra kur e përcjelle për jashtë? Boll. Pse ka shku? Se ka shku një dinar me bo për familje me kanë. A mujti me ndrejt sa do pak kur shkoj atje? Ha? A mujti me ndrejt jetën sa do pak kur shkoj atje? Pak, që tashin më edhe. E këtu s'majke a me punu? Jo, shka me bo këtu. Shka masi s'po ka. E ti u të të ruar i thonë shka? Po, normal, në ta këqyr jetën e vetë, po. E pse këtu s'po muj me punu? Pse? Po s'po mujnë se s'kan fabrika, s'mi marrën, qështu. Shtira? Shtirë, puna. E cila gjëja më e vështirë që të ka ndodhur të jetë? Me vështirë djali që më ka dalë që atje. Me vështirë djali kur ka dalë në gurbet, a? Po, në tjetër sen. Që sa kohë siguron? Valla që 2 vjetë. Që 2 vite s'ka qenë. Dhe me thonë pas ka shku paletra, veç kështë? Po, në zezën, paletat e zezën. A ka mujtë sa do pak, ka pju qenë? Pare, ka mujtë me regullu jetën? Pak dishka, po, shka po më, pak muft natë tash. Kalzëna pak që shka qenë koha, atërë që shëshet të sënë, a ma mira ma keq? Atëherë ma mirë o konë, po. Pse atërë ma mirë? Ma mirë o konë, e ke punu, ke pas në bujk, ke punu, ke pas krejti, ke pas kushtet, ke pas... Në të kena mujtë me bo, po ta është i ndryshë në ardhë kushtet. Ndryshë të është i. Me cilat fjallë kalzëna e për cilë djali? Ajde, se s'muj, nuk muj. Tregana me cilat fjallë e për cilë djali kur shkojnë gurbet? Nuk muj, me cilën fjallë s'muj. Inshallah kthehet mirë, ka donë mirë. E familje, inshallah me spojtë të na merë familjen e vetë. Për mua, qështu. Inshallah e merë shoqen, fëmijën. Qështi me të mora, a shkon edhe te? Shkoj, një muj, po venin tem se la. A, nuk Një e muj, shkon 2, se la. Edhe pse të merë mollë për djallë, për t'i vene s'pelshojshë. Ja, nuk e lëshoj venin, Pse? shkoj i shoj, i vizitu. Pse nuk zgjedh me lëshu vene, s'ta shkrit pelshoj? Ka i pelshojnë, po, unë se lëshoj. Kur des. Vis kur des kime lëshu atë dhe jona. Qenë ka shumë patriotë. Halal të muj. Kriterët e mia me ma respektu babën e nënën, për prindet e mi gjithçka jam gjendje me bo. Jam gjendje edhe jetën me dhon për ta. Gru gjoj kur du, ama babë dhe nënë nuk gjoj. Ai njëri që nuk e don babën ose nënën e vet, nuk besoj që është njëri. Çka për shembull nëse e kishe pas në rast e kishe gjetë në çik të mirë atje? Po A e kishe lënë rrogën e krejtë? Jo, nuk është punë për çik me lënë rrogën, nuk besoj. Është që më pyetje me qillu që unë është mirë, po që qilloj. Po që po zojmë folme një qikë që jetën jashtë. Po nuk në lidhje. A i kështë ato këtë? Besoj që i kisha këthuj, ma mërmenja që i kisha këthuj. Ta mërmenja ty krejtë që shdën mi bo, ha? Po besoj. Çka duhet me pas një femën që me i plëcu ato kushte që ti i dënë? Cilat kritire duhet me i posedu që e femën? Kriteret e mia me ma respektu babën e nënën, respekt me pas për familjen e vetë, po ashtu njëtë edhe për mu vlen me pas. A do të edhe ju me respektu familjen e vojzës? Gjithmonë, Sa vojzat ju? Gjithmonë, non-stop, normal, gjithmonë. Gjithmonë se kam edhe e motra që dikun i kom dhënë, kam qef edhe mi me respektu, po edhe i respektoj shumë. Dhe në te mase. Tasht, a jenë në lidhje? Nuk jam lidhje, kur fal lidhje, nuk jam kur fal fejese, nuk jam. A se në të rene heqa në përdën? Jo, nuk jam që jam në të rene, mo jem single. Single, a? Po. Singlacioni. Po. Pse je single? Po, do shta fati është kështu, nuk e di. A nuk po të ecin punë të mira, ka ti çka këto? Po jemi ma shumë, jemi me punë të angazhum, nuk e këshu me fort në Qërë, puna është punë, ajo pjesa tjetër është çka tjetër. E gjenë momentin e kohën e krejtë. Po. Nuk kom mendim për këto. Nuk ki mirë, s'ka s'ka menduar. Nuk kom menduar. E që për shembull a ke mendu që gjithçysh ki me pas jetesën me prind, kur të merr nusën?
Po normal, unë jam në familjen tonë jam unë ma i vogli, po prindë mbinë me mu edhe i kam deri në frymën e fundit i kam për vete, do i luj me ato mundësitë e mia që i kam, do t'i luj. Që i shikon gjendje me bo për prindrit e tu? Për prindrit e mi gjithçka jam gjendje me bo. Jam gjendje edhe jetën me dhon për ta. Për prindrit e mi jam non stop, jam me ta 24 orë, jam çdo aspekt, jam jetën me dhon për ta. Po, në qëse i shkon pyetje prindrit ose gruja në të ardhmen? Jo prindrit, gru gjoj kur du, ama baba dhe non nuk gjoj. Nuk e gjon bash gjithë kur dush, çfarë dush? Jo, ama respektin ndaj prindve nuk barazon peshë në kërkon. Po, normalisht prindët janë ata edhe pika mbetet. Çfarë mendon për ata të cilët nuk i respektojnë mjaftueshëm prindrit? Kisha thonë që mendimi jam inshallah drejtohen, ama ai njeri që nuk e don babën ose nënën e vet, nuk besoj që është njeri. Po inshallah drejtohen ata dhe E kësha ma për qef e ki nënën a babën? ta shto si mi do, si mi vrojën të dytë njetë, shtu më zumë në ngosht. A di qysh, me babën i ki të muhabete ndrysh, me nënën ndrysh edhe nëna të ka majtë nën mujë? Po, normal që është nënën Është i në mujë, po, farafërsie. është afërsi. Zakonisht djemë që në ka nëna ma shumë, qikat që në ka baba, po une. Djali nënës, a? Djali nënës, jam. Po i du të Sugari, i vogli. Të dy t'i du, i du të dy në tej mase. I pashmit qatë. Falenderit shumë, shumë falenderit, kaloni mirë ditë në babë. Kriterët e mia janë me ma respektu babën edhe nënën, për prindërit e mi gjithçka jam gjendje me bo. Jam gjendje edhe jetën me dhon për ta. Gru gjoj kur du, ama baba edhe nënë nuk gjoj. Ai njeri që nuk e don babën ose nënën e vet, nuk besoj që është njeri. E qka për shamu nëse e kështë pas në i rast e kështë gjithë në i qikë të mirë atje? Po A e kështë lënë rrogën e krejtë? Jo, nuk është puna për qikë me lënë rrogën, nuk besoj. Është që më pyetje me qëllu që unë është mirë, po që të qëlloj. Po që po zojmë folme një qikë që jetën jashtë? Po nuk e në lidhje, A i kështë këty ato këtë? besoj që i kisha këthuj, ma mërmenja që i kisha Ta këthuj. mërmenja ty krejtë që shdën mi bo, a? Po besoj. Shka duhet me pas një femën që me i plëcu ato kushte që ti i dënë? Cilat kritire duhet me i posedu që e Po femën? kriterët e mia janë me ma respektu babën edhe nënën, respekt me pas edhe për familjen e vet, po ashtu njëtë edhe për mu vlen me pas. A do të edhe ju me respektu familjen e vajzës? Gjithmonë. Sa vajzat Gjithmonë juve? non stop, normal, gjithmonë. Gjithmonë se kam edhe unë e motra që dikun i kam dhonë, kam qef edhe mi me respektu, po edhe i respektoj shumë. Dej në tej mase. Tasht, a jeni në lidhje? Nuk jam lidhje, fejes? kur fal